Forca e dobësisë. 2 Korintasve 12:1. A mund t'ju ftoj që t'i hapni Biblia tuaja te 2 Korintasve 12, letra e 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 12. Të fshiroj të lexoj 10 vargjet e para. Tani jemi në fund të një pasazhi i cili, në fakt, filloi te vargu 1 i kapitullit 10, ku Pali e ka parë të domosdoshme që për të mirën dhe fuqizimin e besimtarëve në Korint, të cilëve po ua shkruan këtë letër, të mbrojë jo aq shumë veten e tij, por përkundrazi, të mbrojë natyrën e ungjillit dhe duke e bërë këtë, të lartësoj Krishtin. Prandaj, ai mban qëndrimin e kundërshtimit të superapostujve, duke ju përgjigjur atyre pak a shumë në mënyrën e tyre. Ky pasazh përshkohet nga një farë ironie dhe sarkazme, dhe nëse nuk e kuptojmë këtë gjë, mund ta lexojmë gabim. Prandaj, le të fillojmë te vargu 12:1. Sigurisht nuk kam dobi nga të mburrurit, prandaj do t'ja filloj me vegimet dhe zbulesat e Zotit. Di një njeri në Krishtin, para 14 vjetësh, ase në trup se di, ase jashtë trupit se di, Perëndia e di. Se ky njeri u rrëmbye gjerë në të tretin qiell, dhe e di se ai njeri, ase në trup, ase jashtë trupit se di, Perëndia e di. U rrëmbye në parajs dhe dëgjoi fjalë të patregueshme, që nuk është e lejuar të thuhen nga njeri. Për atë njeri unë do të mburrem, por nuk do të mburrem për veten time, veçse me dobësitë e mia. Sepse në desha të mburresha, nuk do të isha i marr, sepse do të flisja të vërtetën. Por nuk e bëj këtë, se mos ndonjë më çmon më tepër nga ç'më sheh, a më tepër nga ç'dëgjon nga unë. Dhe që të mos mbahem me të madh për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, mu dha një gjemb në mish, një engjëll i Satanit, për të më rënë me grushta, që të mos mbahem me të madh. Për këtë ju luta 3 herë Zotit që të largonte nga unë. Por ai më tha: hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Prandaj me kënaqësi të madhe, do të mburrem më tepër me dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rritë tek unë. Prandaj unë kënaqem në dobësi, në fyerje, në nevoja, në përndjekje, në ngushtica për shkak të Krishtit. Sepse kur jam i dobët, atëherë jam i fuqishëm. Amen. Kotësia e mburrjes. Dua të them se nuk jam i sigurt nëse më pëlqejnë konferencat e pastorëve. Edhe në rastin më të mirë, jam ndërdyshas ndaj tyre. Po, kënaqem me të kënduarit. Vërtet kënaqem me të kënduarit. Mësimdhënia më ndihmon kur ka mundësi të ulem e të dëgjoj. Si skocez, jam shumë i ngazëlluar kur jepen dhurata. Për mua është e vështirë të shoh që ato gjëra të përfundojnë në duart e të tjerëve, por po merrem me këtë gjë. Ne jemi ata që e shpikën kërcimin limbo, kur një skocez në Glasgow u përpoq të hynte në një tualet me pagesë. Prandaj, rastet kur jepen dhurata më shqetësojnë. Është e vërtet, këtë duhet harrofej. Por më lejoni t'ju tregoj se çfarë më shqetëson me të vërtet më shumë se gjithçka tjetër. Dyshimi që mund të mos jem personi i vetëm në konferencën e pastorëve që do t'i bëjë rrethanat e veta të tingëllojnë më mirë apo më keq nga sa janë realisht. Kam një dyshim bretës që mund të mos jemi vetmi. Sigurisht që si pastor, me kalimin e kohës, ne kemi mësuar mënyra shumë të efektshme për ta zbutur dhimbjen e thikave që na ngulen. Megjithatë, ekziston një farë prapësie e çuditshme tek ne, që pasi ballafaqohemi me të nga juria e kolegëve, përjetojnë një tundim të frikshëm për t'i bërë gjërat të tingëllojnë më mirë nga sa janë, ose në varësi të shoqërisë në të cilën gjendemi, në fakt, të jenë më keq nga sa janë realisht. Zgjidheni vetë se cilën bëni. Kjo është si në rastin kur po luan golf. Pasi ke gjuajtur topin tënd dhe shoku yt ka gjuajtur topin e tij, ti i thua: "Gjuajtje shumë e mirë." Ai të përgjigjet: "Nuk e pash të binte në tokë." Ti ja kthen: "E qave kësaj here." Pastaj i thua: "E pe topin tim apo jo?" "Po," ta kthen ai. "E pash topin tënd. E shoh topin tënd." Ti i thua: "E po, mos shiko aq larg, sepse topi yt është atje, pak pas topit tim." Ka diçka rreth asaj frazës "pas topit tim", e cila na bën të ndihemi paksa më të zotë se tjetri. Sigurisht, ndoshta po ju a hap shpirtin dhe po ju tregoj se jam një tip shumë i keq, dhe se asnjërin nga ju nuk e përjeton këtë. Por disa prej jush mund të kenë shkuar në sallën e ngrënies me tabakan e tyre, duke u përpjekur për të gjetur një vend ku të uleshin. Ti ndalon dhe mban vesh për të krijuar një ide për tavolinat përreth, duke u shmangur menjëherë tavolinës për nga vinë tingujt e mbiemrave e jashtëzakonshme, madhështore, fantastike, nuk kam qenë kurrë më mirë, 7 takime, turma të mëdha, ndikimi pa parë, strategjie jashtëzakonshme. Nuk i largohesh dot mjaft shpejt asaj tavoline, sepse e di që nuk e ke aftësinë për t'ia kaluar asaj.
Megjithatë, ti nuk dëshiron të ulesh as me grupin i mirë i unë, me atë zotërin që po të thot me zë të lartë, unë, vetëm unë kam mbetur. Kur kalon, i thua vetes, do të doja që ai të ishte i vetmi që kishte mbetur. Por ai është i rrethuar nga një grup individësh të cilëve u pëlqen të këndojnë, askush nuk ma di hallin. Prandaj ende nuk e ke gjetur një vend. Kur më në fund gjen një nga folësit, i cili ndoshta është ulur vetëm, pasi i ka kryer të gjitha detyrat e shërbesës së tij, por jo në një mënyrë që do ta bënte të dashur për të gjithë. Më në fund i telefonon gruas dhe i thua të vijë dhe të marrë, por diku pak më larg hyrjes. Ka diçka që më trazon kur mblidhemi të gjithë bashkë në një vend. E kisha shumë të vështirë ta identifikoja deri javën pas Pashkës, kur pata privilegjin të isha me një irlandez në një konferencë në Angli. Ndërsa po udhëtoja me makinë për në aeroport, ose po më çonin atje, në Londër, po flisnim me njëri tjetrin, siç bëjmë zakonisht për shënimet, citatet dhe anekdotat. Ky burr që kishte qenë shumë i dobishëm ato ditë, më vuri në dukje që në zonën rurale ku shërbente ai në Irlandë, kishte disa bujq të cilët e bekonin me logjikën e tyre jashtëzakonisht të mprehtë. Prandaj i thash, më jep një shembull. Ai tha, e po, njëri prej tyre erdhi tek unë jo shumë kohë më parë dhe më tha, ju pastorët më kujtoni plehun organik. Pastori nuk u ndje menjëherë i bekuar nga kjo referencë. Dhe as nuk ishte aq i zgjuar sa ta kalonte dhe të mos fliste për të. Prandaj e pyeti, më trego si po e përdor këtë metaforë. Fermeri ja ktheu, e po, kur plehu organik shpërndahet një trajtshëm në një zonë të gjerë, ai është jashtëzakonisht i efektshëm. Por kur e mbledh bashk me një kapicë shumë të madhe, prandaj asnjë nga ne le të mos mendoj më lart nga sa duhet për veten. Disa nga bashkësia juaj kishin shumë të drejtë në vlerësimin e tyre. Mirë po, mua mu desh një bujk nga Irlanda që të ma qartësonte këtë gjë. Sigurisht që kjo është një deklaratë tipike e Palit, apo jo? Nëse je dikush që i është dhënë pas versionit të Biblës King James, dhe ka ende disa të tillë. Unë vetë nuk jam, por ende ka disa të tillë. E mbani mend Filipianëve 3. Të gjitha këto gjëra për të cilat dikur mburresha. Gjithë sa dikur çmoja, mbitoj jetën ndërtoja. I konsideroj të gjitha si pleh, tha ai. Në versionin RSV e pastruan pak dhe e bëm mbetje. Nuk tingëllon një lloj apo jo. Prandaj lëreni ashtu siç është. I konsideroj se jam pleh që unë të fitoj Krishtin. Prandaj, ai bujk irlandez bëri një deklaratë shumë të fortë, duke i kujtuar secilit prej nesh që kur të ndohemi të mendojmë më lart se sa duhet për veten tonë, kur të ndohemi të tregojmë superioritet me njëri tjetrin, si në rastin kur shtiremi si të përulur, ashtu edhe kur e mbajmë veten me të madh, çështja është që ne nuk jemi duke ecur në shtegun e duhur. Prandaj në çastet e fundit të një dite për të cilën jam i sigurt se ka qenë shumë e lodhshme për ju, dëshiroj t'ju inkurajoj që të mendojmë së bashku për disa çaste në lidhje me forcën e dobësisë. Të flasim për forcën e dobësisë. Prandaj po ju kthehemi fjalëve të Palit, siç e kemi parë këtu te 2 Korintasve 12, në mënyrë që secili nga ne të kujtohet për kotësinë absolute të mburrjes, që secili nga ne të ballafaqohet me ato që Pali pohon në mësimin e tij dhe e zbulon në jetën e tij. Domethënë, me faktin që dobia dhe dobësia janë shoqërues të vazhdueshëm në shërbesën e apostullit. Në të vërtetë, mendoj se është e mundur që ne të argumentojmë se ka një lidhje të drejtë për drejtë mes ndjesisë së fortë të dobësisë dhe pamjaftueshmërisë personale dhe fuqizimit hyjnor të Perëndisë. Lidhje e cila e transformon dobësinë në fuqi të mjaftueshme për të qenë e dobishme për lavdinë e tij. Nëse do ta kishim takuar apostullin Paul në radhën për të marrë kafe, ai do të kishte qenë i lumtur të fliste për dobësitë e tij. Dhe arsyeja do të ishte se ai kishte zbuluar që kur duke i hapur që ishte i dobët, atëherë ishte çuditërisht më i fortë. Pastor të dashur, le ta kuptojmë qartë këtë gjë bazë përpara se të shkojmë më tej. Tirania e madhe e epokës sonë, njëra prej tyre, është që na josh të mendojmë se do të jemi më të dobishëm kur, në fakt, të jemi aq të fortë sa të kemi mundësi të jemi. Atëherë kur t'ja kemi dalë që t'imposhtim të gjitha këto sfida. Kur lufta e paepur kundër të ligut të jetë fituar në mënyrë dramatike prej nesh. Kur familja jon, lagja jon, miqtë tanë dhe bashkësitë tona të kenë mundësi të thonë, shiko, ja, ky është një individ shumë i fortë. Në fakt, shumë nga idetë që na ofrohen si nxitje për përparimin në të ardhmen, si një tregues për ne që në fakt po ja dalim, madje më tepër se kaq, bien në anën e fortë dhe jo në anën e dobët. Prandaj, kjo duhet të na bëjë që të paktën të marrim në konsiderat pyetjen, mos vallë kisha e shekullit të 21 në botën perëndimore e ka si duhet dhe apostulli i Paul në shekullin e parë kishte gabim?
Apo a është e mundur që kisha e shekullit të 21 ka nevojë të ballafaqohet sërish me të vërtetën e apostullit nga shekulli i parë? Shpresoj që ky të jetë inkurajim për shumë nga ne, sepse kemi ardhur në një takim të tillë duke shpresuar që nuk do të ketë shumë nga ato diskutime për numra, për madhësi dhe për efektshmëri. Shpresojmë gjithashtu që nuk do të përfshihemi vetëm me një grup njerëzish të cilët po ankohen për çdo gjë dhe që po shpresojnë të gjejnë ndonjë mënyrë tjetër të pranueshme për t'i kaluar ditët e tyre. Por, në një farë mënyre apo në një tjetër, shpresojmë që Perëndia do të takohet me ne. Në një seminar, në një vend të qetë, në një këngë, në fjalët e një miku, në një krah të hedhur mbi supë, në një vetëdijësi më të fortë për atë që Pali po jep mësim në këtë pjesë. Domethënë për forcën e dobësisë. Sfidat e kundërshtarëve të Palit. Siç u thash më herët, është vërtet e nevojshme që të kuptojmë kontekstin më të gjerë nëse duam që ta rrokim si duhet. Dhe konteksti, në fakt, fillon në kapitullin 10. Nuk dua që t'ju kaloj përmes gjithë këtij pasazhi, por të paktën dua ta dini se e kam bërë punën time. Prandaj mund t'ju jap edhe juve një detyrë të vogël shtëpie. Duket qartë që Palin dhe bashkëpunëtorët e tij kishin akuzuar dhe për ta ishte folur keq. Nëse e lexoni me kujdes kapitullin 10, do të zbuloni që kundërshtarët e tij po e akuzonin për disa gjëra. Më lejoni t'ju jap një ide. Për shembull, te vargu i parë i kapitullit 10, ata po e akuzonin Palin se ishte frikacak. Ata thanë: "E dini çfarë? Pali është frikacak. Kur është ballë për ballë me ju, ai nuk e ngre zërin. Por kur është larg, ai është shumë i fuqishëm. Gjithsesi, kur është pranë, ai nuk ka pikë guximi." Në vargun 2, ata po e akuzonin Palin se po ecte sipas botës. Në vargun 7, po e akuzonin atë dhe shokët e tij që ishin të lidhur në një mënyrë shumë sipërfaqësore me Zotin Jezus. Në vargun 12, po i akuzonin se ishin shërbënjës të dorës së dytë për Krishtin. Prandaj ai u përgjigjet: "Sepse nuk guxojmë të renditemi ose të krahasohemi me ata që e rekomandojnë veten e vet." Këta persona nuk po shkruanin thjesht rezumet e tyre. Në fakt, ata po shkruanin edhe letrat e referencave për veten e tyre. Pali tha që kjo ishte marrëzi, që ata të rekomandonin veten e tyre. Por ata, duke matur veten me veten e tyre dhe duke krahasuar veten me veten e tyre, nuk janë të mençur. A e shihni? Ja pse kur shkoni vetëm për të luajtur golf, ju mund të arrini t'ja mbushni mendjen vetes se, në fakt, jeni gati për turnejon, me kusht që të mos vijë askush tjetër. Mirë po, dikush që ka vetëm njërin krah, që mezi shikon dhe mezi ecën, do të ta vërtetoj në disa gjuajtje që nuk je gati për turneun. Ti nuk je gati as për një kovë tjetër me topa golfi, je gati vetëm për të kthyer në shtëpi. Por nëse e krahason veten me veten tënde, ky është një ilustrim autobiografik. Kur e krahason veten me veten tënde, nuk po tregohesh i mençur. Mund t'ja mbushësh mendjen vetes se shpejtësia me të cilën i përshkon 5 kilometra është e mjaftueshme për të kualifikuar për garat ndërkombëtare sportive. Provo të matesh me standardet e sportit ndërkombëtar dhe do të kuptosh që shpejtësia me të cilën vrapove 5 kilometra të kualifikon që të pranohesh më herët në azilin e pleqve. Këtë po u thot Pali. Në vargun 18, ai e thekson në një mënyrë shumë të goditur këtë gjë. Shihni se çfarë thot ai. Sepse s'është i provuar ai që e rekomandon veten e tij, por ai të cilin e rekomandon Zoti. Tundimi i madh kur vini në konferenca si kjo është që të mendoni: duhet të tregoj se kush jam. Duhet ta tregoj veten kur të më jepet mundësia. Në tryezën ku jam ulur, kam vetëm një mundësi për të treguar se kush jam, nga kam ardhur dhe se çfarë kam bërë. Prandaj duhet të jem gati për ta paraqitur në një mënyrë që njerëzit të më mbajnë mend. Ajo që ju dhe unë themi për veten nuk ka asnjë vlerë në punën e Perëndisë. Vetëm ajo që Perëndia thot për ne ka rëndësi. E megjithatë, sa tirani e çuditshme është që ne joshemi për të besuar se ajo që themi për veten tonë ka me të vërtetë rëndësi. Dhe në fakt, ajo që njerëzit e tjerë kanë për të thënë për ne ka rëndësi gjithashtu. Shumë prej nesh janë të paralizuar në dobinë tonë në shërbesën pastorale, sepse në fakt jemi më të shqetësuar për atë që njerëzit tanë do të thonë për ne, se sa për atë që do të thotë Perëndia. Saqë Pali, kur u shkruan sërish Korintasve, u thotë: "Nuk e vras mendjen nëse më gjykoni ju ose ndonjë gjykat njerëzore. Ndërgjegjen e kam të pastër. Kjo nuk më bën të jemi pafajshëm, por të paktën nuk më prishet gjumi natën." Pse e thot ai këtë? Mos është kjo një mburrje e kot? Jo, sepse ai e kupton se testi i vërtet para të cilit ai është duke shkuar është standardi i gjykimit të Perëndisë. A dëshiron që njerëzit e tu të pëlqejnë apo dëshiron që ti u udhëheqësh ata? Tani,
asnjërin nga ne nuk ka imunitet nga kjo. Kur të ndohemi që të mbështetemi shumë tek ato që thon të tjerët, duhet të mendojmë se ç'lloj gjërash thon të tjerët. Në të njëjtën konferencë, një javë pas Pashkës, në ditën e dytë të saj, isha në tualet para se të predikoja. Për krah meje, ishte një zotëri i cili më përmendi se studimi që kisha bërë ditën e kaluar e kishte ndihmuar dhe sa ai e kishte shijuar. Ai tha diçka të tillë: "U kënaqa me të vërtet me studimin tënd dje." Para se të më jepte mundësi që ta përgëzoja për faktin që ishte një tip kaq perceptues, ai vazhdoi dhe më tha: "Kurse shokëve të mi", unë i thash: "Oh, prit një minutë. Kurse shokëve të mi nuk ju duk ndonjë gjë kush e di se çfarë." "Oh", ja ktheva unë. "E po, faleminderit ty. Kënaqësi që të takova këtu. Më lër të shkoj dhe ta provoj sërish." Ndërsa po dilja nga dera, e dëgjova që tha: "U përpoqja që t'i bindja të ktheheshin, por nuk besoj se do të vinë." "E po, çfarë do të bësh? Të mblidhesh kruspull dhe të vdesësh? Kush e vret mendjen? Kush e vret mendjen?" Këta njerëz e krahasojnë veten me veten e tyre, por ajo që Perëndia thot është ajo që vërtet ka rëndësi. Çfarë thot Perëndia për mua dhe për ju sonte? A nuk të pëlqen ajo gjë? Pasi u përmend Whitoni më herët. A nuk të pëlqen mendimi i Jim Elliotit, si një djalosh 21, 22, 23 vjeçar, kur ai thot se edhe pse donte të merrte një diplom bachelor nga kolegji Wheaton, ajo që ai vërtet dëshironte të merrte ishte diploma e tij PPS nga 2 Timoteut 2:15. Ai dëshironte që të ishte i zellshëm për të dalë përpara Perëndisë si i sprovuar. Kjo është në kapitullin 10. Kur arrin në kapitullin 11, zbulon që kundërshtarët e apostullit po mburren për disa gjëra të tjera. Në vargun 22, ata po mburren për faktin që ishin judenj. Prandaj ai reagon ndaj kësaj: "Janë hebrejnë? Edhe unë. Janë izraelit? Edhe unë. Janë pasardhja e Abrahamit? Edhe unë." Mirë, po ata nuk po mburren vetëm për faktin që janë judenj. Ata po mburren për shërbimin e tyre ndaj Krishtit. Prandaj ai thot: "E po, më lejoni t'ju flas për shërbimin tim ndaj Krishtit." Dhe kështu ai fillon dhe flet. Mendoj që në versionin mesazhi, Petersoni e parafrazon në mënyrë tepër të efektshme, duke e kapur ironinë dhe sarkazmën e fshehur në qasjen e palit. Dëgjoni se si e parafrazon ai 2 Korintasve 11, 17, 18. "Këtë lloj të foluri nuk e mësova nga Krishti. Oh jo, ky është një zakon i keq të cilin e mora nga 3 predikuesit më të shquar, të cilët janë shumë popullor në këtë kohë." Pali e dallon që është i rrethuar nga njerëz të cilët e konsiderojnë veten e tyre si super apostuj, njerëz që e konsiderojnë veten si të aftë për t'i çuar njerëzit në dimensione edhe më të thella dhe në vise të pashkelura në zbulimin e Perëndisë. Aq sa ata po e kritikonin shërbesën e këtij apostulli të shquar, atij që i mban mbi trupin e vet shenjat e Krishtit. Ai thot: "Ndërsa unë përfshihem në këtë gjë, ndërsa u përgjigjem atyre, pasi duhet ta bëj për hir të kauzës së Ungjillit, në fakt jam duke folur si një i marr." Kjo është ajo lloj gjëje që i dëgjon të thonë këta predikues të çmendur, kur e tërheqin vëmendjen te vetja gjithë kohën. Sërish, sikurse bëri edhe te vargu 17 i kapitullit 10, ai arrin në të njëjtin përfundim në fund të kapitullit 11. "Nëse duhet të mburrem, do të mburrem me ato të dobësisë sime." Tani kjo nuk është një farë modestie e çuditshme dhe erreme. Nuk është një lloj siuria hipi te vepra David Copperfield. Sepse ekziston një farë prapësie në ne kur përpiqemi të tingëllojmë sikur po e nënvlerësojmë veten, por në të vërtetë, kjo është thjesht një formë tjetër lartësimi. Është një formë tjetër krenarie. Është thjesht një formë tjetër për të tërhequr vëmendjen te vetja. Nëse nuk mund të bëjmë dot përshtypje njerëzve me pozitën e lartë, atëherë pse nuk provojmë pozitën e ulët dhe të shohim nëse mund të bijmë shkurt, siç tregohet edhe në legjendat skoceze, në të cilat shpirtrat e ushtarëve të rënë arrin më shpejt në adhese të mbijetuarit. Ai thot: "Nëse dëshiron të mburresh, nëse unë do të mburrem për gjërat që tregojnë dobësinë time." Pastaj Luka na jep një tablo të vogël dhe të mrekullueshme në vargjet 31 dhe 32. Në fakt, po ta thoni me fjalët e Palit, ai do të thoshte: "Nëse do të mburrem për ndonjë gjë, do të mburrem për dobësitë e mia." Në fakt, largimi im nga Damasku është një shembull klasik i kësaj që po them. Oh, si u largove nga Damasku? E po, unë dola nga një dritare mbi mur, pastaj më zbritëm poshtë në një shport dhe vrapova për të shpëtuar jetën time. Kjo nuk ngjason fare me shkëlqimin e një predikuesi të shekullit të 21, apo jo? Këtë mbrëmje kemi këtu me ne apostullin Pal.
Ai sapo ka ardhur nga Damasku. Jemi shumë të gëzuar që ai është këtu. Ai ka pasur një shërbes të jashtëzakonshme në Damask. Pal, pse nuk vjen këtu përpara? E di që do të predikosh më vonë, por pse nuk vjen këtu dhe të na tregosh një pjesë të ndikimit të fuqishëm dhe të gjërave dramatike që pate mundësi të bëje në Damask? Pastaj ai del përpara, e sheh turmën në sy dhe thot: "E po, sinqerisht, nuk ishte fare kështu. Unë dola nga një vrim në mur, më zbritëm poshtë në një shport dhe mu desh të vrapoja me të katra për të shpëtuar. Pastaj duhet të dalë sërish udhëheqësi i adhurimit dhe të përpiqet ta karikojë sërish atmosferën, sepse njerëzit po thonë, kush vallë do të dojë të dëgjojë dikë si ky? Ne erdhëm për të marrë fuqi, ne erdhëm për të ndikuar. Nuk erdhëm të dëgjojmë dikë që po kacaviret nga muret për të shpëtuar kokën në mes të natës. Hej, tregoj i sinqert. Në një mbrëmje të zakonshme të diele, pasi ke bërë më të mirën që ke mundësi, a nuk do të doje edhe ti që të dilje nga një dritare, dhe të zbrisnim në një shport dhe t'ja mbathje me të katra për të shpëtuar kokën? E po të paktën 12 nga ne janë mjaft të sinqert sa ta pranojnë këtë gjë. Tani, ndërsa vim te kapitulli 12, ju thoni: "E po shoqyr, më në fund arrita atje ku fillove." Kjo më kujton një burr i cili mori një vendim. Ai i tha bashkësisë së tij se do të predikonte përmes gjithë Biblës në takimet e së dielës në mbrëmje. Ai po i kalonte librat me radhë dhe arriti te profetët. Kur ishte tek Isaia, ai tha: "E po, tani kemi arritur tek Isaia. Çfarë të bëjmë atë?" Dikush thiri: "E po, ai mund të ulet në vendin tim, sepse unë po iki në shtëpi." Tani, ndërsa vim te kapitulli 12, zbulojmë një zonë shumë të rëndësishme në të cilën kritikët e tij po e sfidonin. Domethënë, në sferën e përjetimeve frymërore. Në sferën e përjetimeve frymërore. Nëse krenaria frymërore është e shëmtuar, dhe gjithmonë kështu është, nuk ka asnjë vend në të cilin të jetë më e shëmtuar se sa kur dikush merr diçka që është dhuratë nga Perëndia, një shprehje e dashurisë së tij për fëmijën e vet, një bekim i caktuar, një prekje intime, një inkurajim personal, një fjalë që i është thënë zemrës dhe shpirtit të tij, kur dikush e merr atë përjetim personal me Perëndin dhe vendos që ta kthejë në bazën e mburrjes. Kjo është pikërisht ajo që po bënin këta superapostoj. Nëse ka pasur ndonjëherë një zonë në të cilën Pali mund të ishte mburrur, kjo ishte sfera e përjetimeve frymërore. Ai kishte pasur përjetimin më të lartë nga të gjithë. Ai kishte pasur një ballafaqim me Perëndin, të cilit ja kalonte vetëm shpërfytyrimi i Krishtit mbi mal. Ai ishte rrëmbyer në një dimension të Perëndisë. Ky ishte një përjetim aq dramatik, saqë ai e përshkruan në veten e tretë si një shprehje e vërtetë për ulësisë së tij. Ai do që të flasë për këtë, por nuk do që të ngatërohet vetë në këtë gjë. Prandaj ai thotë: "E dini çfarë? Unë njoh një burr i cili u rrëmbye në qiellin e tretë. Ai u rrëmbye në parajs. Ai pa gjëra për të cilat njerëzit nuk duhet të flasin kurrë." Dëgjoni, kur Perëndia e prek jetën tuaj, do të ketë gjëra të cilat thjesht duhet i merrni me veten në qiell. Askush nuk ka pse t'i di. Këto nuk janë për të shpallur publikisht. Këto gjëra nuk duhet të tregohen në një libër. Nuk duhet të tregohen në një televizion të krishterë. Kjo nuk duhet të bëhet tema e diskutimit të javës mes pastorëve. Pali e përjeton këtë. Ai mund t'ua kishte mbyllur gojën një herë mirë këtyre superapostujve, thjesht duke i mundur ata keq në këtë çast dhe në këtë sferë të përjetimit frymëror. Prandaj ai thotë: "Por unë nuk e bëra këtë." Dhe ai e shpjegon arsyeën. Qartësia e tij është shumë goditëse, apo jo? Te vargu 6 thuhet: "Por nuk e bëj këtë." Pse? Se mos ndonjë më çmon më tepër nga ç'më sheh, a më tepër nga ç'do dëgjon nga unë. Vëllezër, një nga grackat më të mëdha të shërbesës pastorale gjendet këtu te 2 Korintasve 12:6. Të paktën për mua, tundimi i madh është që të dëshiroj pikërisht të kundërtën e asaj që thot Pali këtu. Se jam mjaft i lumtur kur njerëzit më çmojnë më shumë nga sa u jap arsye vlerësimeve të tyre me fjalët e mia, me jetën time ose me shembullin tim. Ju e shihni që dita do t'i nxjerrë në dritë jetët dhe shërbesat tona, apo jo? Dita do t'i tregoj, sepse atë ditë, kur të hiqen tej të gjitha hijet dhe kur të gjitha krahasimet të shkatërrohen në dritën përvoluese të lavdisë së Krishtit, do të zbulohet nëse ajo që unë dhe ju kemi ndërtuar është ar, argjend, gur të çmuar, apo dru, kasht ose san. Prandaj, thot Pali, arsyeja pse unë nuk u mbyll gojën është për shkak se nuk dua që ndokush të mendoj më tepër për mua nga sa garantohet nga ajo që bëj dhe them. Sërish po ju them që çdo përjetim i vërtet me Perëndin
është dhurata e tij e dashurisë për ne, fëmijët e tij, dhe nuk na jep asnjë bazë për të lartësuar veten.